Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Arlinda dhe sot do të bëjmë një ushtrim të shkurtër, qetësues, me dhikër, për të larguar ankthin, mendimet negative, stresin dhe gjithçka tjetër që të mundon. Le të fillojmë. Ulu në një vend të qetë ose shtriu dhe merr një pozicion të rehatshëm, mbylli sytë nëse kjo të ndihmon të përqendrohesh dhe le të fillojmë. Bismillah. Merë frym nga dal nga hunda dhe nxirre nga dal nga goja. Edhe një herë, merë frym thellë dhe nxirre nga dal. Mos u mundo t'i largosh mendimet me forcë. Thjesht lëri të kalojnë dhe kthe vëmendjen të frymarrja jote. Kur merr frym, thuaj hasbi Allahu. Allahu më mjafton. Dhe kur nxjerr frymën, vani mel vakil. Ai është rregulluesi më i mirë i çështjeve. Shumë mirë. Tani përqendrohu te zemra jote. Kujtoje veten. Thuaj ankthit, frikës, mendimeve negative apo stresit. U shoh. U akceptoj. Faleminderit që dëshironi të më mbroni. Por unë nuk e kontrolloj të kaluarën as të ardhmen. Unë nuk i kontrolloj zemrat e njerëzve. Unë nuk i kontrolloj mendimet e njerëzve. Unë nuk i kontrolloj rezultatet. Unë mundem vetëm të kontrolloj qëllimin tim, zemrën time, përpjekjet time, fjalët e mia dhe veprat e mia. Prandaj, në emër të Allahut, unë tani e largoj ankthin, mendimet negative dhe stresin nga trupi im, sepse Allahu është mbrojtësi im më i mirë dhe ai më mjafton. Merr edhe një frym të qetë dhe imagjino si largohet ankthi, stresi, mendimet dhe thuaj me zë apo në mendjen tënde Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ndjeje paqe në zemër që vjen me përmendjen e Allahut. Me çdo frymarrje lësho shqetësimin dhe forco besimin se Allahu është me ty. Të sheh, të dëgjon dhe kujdeset për ty. Merr edhe një frym të thellë, nxirre ngadalë dhe thuaj atë që nuk mund ta kontrolloj, ja lë sot Allahut. Ai di atë që unë nuk e di. Unë tani rikthej fokusin tim dhe energjinë time që ja kam dhënë frikës dhe njerëzve. Rikthej fuqinë time personale dhe zgjedh të fokusohem të
të qenja ime, të qëllimi im që më ka dhënë Zoti im. Vetëm për sot, unë zgjedh të jetoj në paqe. Vetëm për sot, unë zgjedh të mbush zemrën time me dashurinë e tij e jo me frikë. Sepse Allahu është mbrojtësi dhe rregulluesi më i mirë. Merr edhe një frymë të thellë dhe nxirr ngadalë. Ndjej qetësinë që hyn në zemrën tënde. Buzëqesh. Thuaj elhamdulillah. Dhe hapi ngadalë syt. Shumë bukur. Mundohu t'ja dhurosh vetes këto pak minuta për çdo ditë. Ndale ritmin për një çast, qetëso frymarrjen dhe kujto Allahun. Me kalimin e kohës, do të vësh re se zemra bëhet më e qetë, mendja më e kthjellët dhe besimi më i fortë. Edhe nëse në fillim të duket e vështirë, mos u dorëzo. Qetësia ndërtohet me vazhdimsi, jo me përsosmëri. Dhe mos harro, bëre atë që është në dorën tënde, duke ia lënë pjesën tjetër Allahut. Shpresoj që ky meditim i shkurtër ishte i dobishëm për ty. Mos harro të ndash me dikë që ka nevojë. Uroj një ditë apo natë të mrekullueshme. Deri herën tjetër, paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi ju. Assalamu alaikum.